Mos e injoroni, ja çfarë tregon ngjyra e urinës për shëndetin tuaj. Për shkak të mungesës së ujit në organizëm dhe për shkak të çrregullimeve të punës së tij, në veshka krijohen toksina të cilat pjesërisht nxirren jashtë nëpërmjet urinës. Ky është vetëm një ndër shkaqet pse duhet t'i kushtoni kujdes ngjyrës së urinës. Ngjyra e verdhë e mbyllur, ndërkohë që ngjyra e verdhë e çelës së urinës është normale, ngjyra e mbyllur e verdhë tregon edhe se personi vuan nga dehidratimi dhe keni shumë kripra të cilat janë përqendruar, pra pini më shumë ujë. Ngjyra e kuqe varion nga nuanca roz në të kuqe dhe testi mund të specifikojë nëse urina përmban gjak ose jo. Nëse keni urinë të kuqe, paraqituni te mjeku për të bërë një konsult me të. Ngjyra kafe në të zezë, kjo është ngjyra e cila mund të variojë nga kafe në të zezë. Ajo mund të jetë me nuanca të errta të kuqes, por kjo ngjyrë shfaqet për shkak të funksioneve jo të rregullta të mëlçisë. Prandaj shkoni tek mjeku. Ngjyra portokalli mund të shkaktohet edhe nga ilaçet që mund të shkaktojnë edhe këtë ndryshim të ngjyrës.